Dhuna ndaj grave mbetet një problem shqetësues, ku raporti më i fundit tregon se shifrat janë më alarmante në qarkun e Elbasanit dhe atë të Fierit. Koordinatorja e Forumit të Gruas Dhoksi Gjoka në Elbasan shpreh se gjatë kësaj periudhe janë rreth 400 raste ku është kërkuar shërbim mbështetës. Ne në shërbimet tona konstatojmë dhe shikojmë me keqardhje që kemi rritje të dhunës ndaj grave dhe vajzave, rritje të numrit të denoncimit dhe të dëshirës së grave, jo dëshirës, ajo nuk është dëshirë, por të interesit të grave për të shkëputur nga dhënuesi. Një tjetër tregues shqetësues është edhe rritja e rasteve të divorcit. Problematika e parë që del, që degradon në dhunë janë arsyet ekonomike, pra të ardhurat e pakta krijojnë konflikte në familje që degradojnë deri në dhunë psikologjike apo fizike. Megjithatë, një nga shërbimet më të domosdoshme për këto gra mbetet ndihma ligjore, pasi shumë prej tyre përballen me vështirësi ekonomike dhe nuk kanë mundësi as të përballojnë kostot e proceseve gjyqësore. Forumi Gruas ka një shërbim tjetër shumë të rëndësishëm që është streza e emergjencës, sepse një grua e dhunuar në momentin që paraqitet në polici dhe nuk ka mbështetje, në të tilla raste ne kemi strezën e emergjencës që ofron një akomodim për gruas dhe të fëmijëve. Sipas zyrës së Forumit të Gruas, një nga arsyet e rritjes së raportimit të rasteve është ndërgjegjësimi më i madh i grave ndaj dhunës.